Nëse ka thonë pejgamberi, vallahi këta njerëz që derdhin pa drejtësisht gjakun e muslimanëve, në emra të ndryshme që bojnë, fatkeqësisht, në emra të çfarë do lloj shteti që e bojnë apo në emra të çfarë do lloj formacione që e bojnë, ta dinë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la zawalu dunya ahwanu inda Allah min ihraqi dami muslim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dunjan me e prish krejt komplet, për Allahun është më e lehtë se me dhirr një gjak muslimani apo. Është i shtrajt ky musliman Allahun. Ka gjakun e shtrajt, apo nuk ka kallaj me gërvish me atë gjakun poshtë apo. Veç me gërvish është i shtrajt ky musliman. Shikoj Allahu thot, krejt dunjan me e prish më lehtë është. Më lehtë është se me dhirr një gjak muslimani apo. Nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Njeri është i lirë në fenë e tij, kurse ngut, kurse prek, derisa mos të preka në gjak haram. Si të prek në gjak haram, këtë punë t'i kushton. Andaj dhe vallahi, ai njeri që është sprovu me prek në gjak haram, vështirë i ka bu harë të ube japëtën. Vështirë. I ka bu harë, shumë vështirë. Nëse gjaku gjithmonë, subhanallahu, diçka që nuk lën rahat apëtën. Nuk lën kur rahat. Andaj është i shenjtë ky gjak vëllai. S'po thon veç me evra. Kjo po në esencë. Mirë po edhe kur e sheh vëllai që po derë diku në gjak muslimani, madje edhe në televizor kur e sheh, apo dije se po derë diçka që për Allahun më lehtë është këtë dunjan me e prish se çaj gjak që po rrjedh që po e shetën për to kapton. A e përjetojmë ne kështu me kët problem, me këtë ngarkesë, me këtë shqetësim? Andaj është i shenjtë Allah, është i shenjtë. Pejgamberi sa më ka bëu të shenjtë gjakun e muslimanëve. Ka bëu të shenjtë gjakun e muslimanëve çdo herë, vazhdimisht, e në veçanti në takimin e fundit, në hutbën e Mtumirës që është takuar me muslimanët herën e fundit, ju ka thonë, inna dimakum, gjakrat e juaj janë haram për juve. Sa çka dëgjojmë, merrni statistikat e vrasjeve në Kosovë që bëhen, apo 99.9%, apo janë për gjërat ultat, ndytat, kur gjesh pa lidhje. Pa lidhje. Pse? Pse nuk ka kush më ju ka thënë këtë hadith. Apo në vend të haditheve për shejtnin e gjakut, në vend të ajete për ruajtjen e gjakut, ju treguan filma ku njëri me një sy mshel 10 vjet i vran. Apo normale, kështu që kallaj kjo punë. Se kur si ka thënë këtij njeri që ky film është Allah, për një më i bën që shkon në xhenem për këtë punë. Kush mi ka zotë njëri ato? Kush mi ka zotë? Andaj edhe rënive në për shkolla, dhunën e për shkolla, thikën e për shkolla, këtë të filme në këtu. A i kujton që në film është? Kujton që masë të regjistori thotë u kry filmi e në gjallë më këtini në peta. Që këtu kujton? Se ka pa të uvra 100 vetë, tani në fund të peta ka pa gjallë, në serial në të tërë, o petu në gjallë kë njëri. Ne këtu e në filma, që jetojnë një fatkeqësisht të dejur në filma, të dejur në seriale. Pse? Pse s'ka kush i kallzon. Lezevalu dunjan me e prish krejt, bomba atomike me gjujt, pa njerëz me smëk, s'ka njerëz, krejt dunjan me përshesh me bo, me toke, me koda, me krejt, të ka Allahu gjuna ma dvogël ki, se njeri me musliman me mytë të në Allah. E me u eduku fëmija jonë, në këtë shetni të gjakut një tjetërit, edhe me mësu në shkollë këtë shetni, wallahi grosht nuk i bjenë, më stënë thik me kap, e me angull, në zemër, me mytë njerin, pa ju dridhë, synë e që pa ju dridhë, të merë kjo Allah, kjo është të merë. Allah, kjo është të merë. Me leci ka përcet kjo punë. Apo, edhe keq ka dhut dhunë. Kjo nuk është dhunë, Allah, kjo s'ka fjanë gjurë shqipe që mund me e përshku këtë merë që pëndodhë. Në njëri është ku, më stasën për tjetë që në shku, apëtën. E ata që shenë shkolla, ata që në rrugë, ata që në kafe që vranë e rejnë, për çka? Për çka? Krejt për gjëra banale, pista, tulta, për asgjë fisnike. Wallahi ja, për asgjë fisnike. Pse mëse ka vrati kush dikan, wallahi pse kë ka bonej, edhe pse për to s'ban me euro. Po them, kushtimisht. Në njëri për shembull është shumë i keq, i bën zullum këtije, mashtron gruën e rreth fëmijë, i keq, dikush thotë këtë pesë para ato janë pe ku piktuit, mos i bën zarar kërkujt. Për shembull, apo pse s'ban me vit larg asaj. Po them kushtimisht, s'ka kësi aftë. Apo, e pse më këshyre, e pse ja këshyre ati ato që ka unë nga të veti, e pse ma bone, që është gjëra banale, të pista, apo që nuk fetarisht është marrë, apo zonin me ngritë për të punë.
Jema me marrë thike me ngull. E pe ka marrë këtë sënë kë? Pe filmave. Filme ka pate. Ose ka pa video loj. Dhe parë të kundi ka 100 i ka vratë në loj, e ta është 100 e ka vratë për një me, kujton që hala pjesë e lojës. Hala kujton që të lujtë. Andaj ka thonë pejgamberi sasëm, unë jam aj që e ruja për. O në nëruar, aj që ka vratë dikon, ta din, se ka anë hadithin sa i muslim, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sasëm ka thonë, ditën e gjykimit, do të vjen i vrari, me kokë para dorës vetë, i rrjedh gjaku i plagës ende, edhe i thëtë Allahu xhallahu ala i thëtë, ja Rabbi, sel fulanën fi me qataleni, vete o zëtë pëse më vraqë këj njeri, vete, pëse më heke për të njaja, a që kita ditë me pasë Allah njeri, a di sot duhet me të botë dikur se shka për më mujtë me menu për këtë punë, a ne ku jenë këto adithe, ku jenë këto mësime, ku jenë këto ajete, ku jenë këto gjera, këj popël kanë ishte se në më mësu Allah, dhe të në gjenë njën këto adithe, se Islami është kundër vrasjes. Islami e rregullon dhe e sistemon çështjen e gjakderdhjes në të mrekullueshme. Nëse s'ka të çka ka mundësi me sin, vallahi jopta. Një emision 2 apo një deklaratë e çortojmë këtë farë punë që u bë, na vjen keq, tamam puna më don që mirë ja keni bë, apo çikaç. Këtë mund kur që më tepër, çka ka më shumë? Po s'në në gjaku kështu Allah, nuk në gjaku kështu.